Natën e Trekurikut 1975, 16 antar të familjes Fezollari u nisën me një varg që e kishin ndërtuar fshehurazi në shtëpinë nga Pogradeci në Shqipëri për në Ohër, në atë që ishte Republika Socialiste e Maqedonisë, pjesë e Jugosllavisë. Ata lundruan për 8 orë për të liçenit, duke u frikësuar vazhdimisht se mund të ndesheshin me agjentët e sigurimit të shtetit ose oficer të policisë kufitare gjatë rrugës. Më tepër se aratisja, guximi i familjes Fezollari për të shkelur rregullat e diktaturës tronditi regjimin dhe drejtuesit e tij. Aratisja nga Shqipëria e izoluar në sundimin e Enver Hoxhës konsiderohej si një nga krimet më të rënda dhe shkelësit përballeshin me gjyq për tradhti në jad dhe udhë dhe mund të ekzekutoheshin, sepse në Shqipërinë komuniste kufiri nuk ishte vijë gjeografike, ishte ideologji, frikë, instrument kontrolli. Pas vitit 1944, me marrjen e pushtetit nga komunistët, Shqipëria nisi të ndërtohej si një shtet i mbyllur. Fillimisht në ndikimin jugoslav, më pas sovjetik, më vonë kinez dhe në fund plotësisht e izoluar. Në këtë arkitekturë politike, koncepti i kështjellës së lehthuar u bë shtylla ideologjike. Shqipëria paraqitej si një vend i kërcënuar nga armiq të jashtëm dhe tradhtar të brendshëm. Çdo lëvizje jashtë vendit interpretohej si akt armiqësor. Kalimi i kufirit u përfshi në kodin penal si krim i rënd. Nuk ishte vetëm shkelje administrative, ishte tradhtim ndaj atdheut, ishte bashkëpunim me imperializmin, ishte mohim i socializmit, ishte po ashtu akt politik. Kjo formulë juridike legjitimoi për dekada përdorimin e armës ndaj qytetarëve të vet. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri në vitin 1990, pa përfshirë ngjarjet e Trekurikut, 14.000 persona kishin arritur të largoheshin nga Shqipëria në moshë madhore. Kjo është shifra e raportuar nga vetë strukturat shtetërore, por ajo nuk përfshin ata që u vranë në kufi, nuk përfshin ata që u zhdukën, nuk përfshin as ata që u aratisën në vitet e para të pas luftës, kur komunistët konsoliduan pushtetin. Numri të vrarëve në kufi mbetet një kapitull i errët që kërkon dokumentim të plot arkivor. Por fakt është se gjatë gjithë periudhës së regjimit tentativa për aratisje pati dhe reagimi shtetëror ishte i njëjtë, ndalim me çdo kusht. Kufiri i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë ishte 1094 kilometra i gjatë, rreth 600 kilometra toksor, 300 kilometra detar, 73 kilometra liqenor dhe 50 kilometra lumor. Me Jugosllavinë, kufiri ishte 529 kilometra, ndërsa me Greqinë 349 kilometra. Këto shifra në letër duken si të dhëna gjeografike, por në terren ato përktheheshin në zona të militarizuara. Kufiri shënohej me piramida kryesore dhe të ndërmjetme. Me Jugosllavinë ishin vendosur 176 piramida kryesore dhe 1254 të ndërmjetme. Me Greqinë 177 piramida kryesore, në liqene përdoreshin shenja ndriçuese. Në lumenj vija kalonte në mes të rrjedhës kryesore, në det kufiri fillonte 15 milje në thellësi. Por para vijës zyrtare shtetërore ekzistonte kloni. Pengesa elektrosinjalizuese ishte gardhi që paralajmëronte çdo lëvizje. Një sistem që jepte sinjal në sektor 250 ose 500 metra. Ai ishte njëkohësisht pengesë fizike dhe instrument psikologjik. Ishte kufiri i parë, zona ku niste rreziku real. Rregullorja numër 1-40 e miratuar më 13 dhjeti 1989 përcaktonte qartë mënyrën e ruajtjes së kufirit. Në kapitullin për sektorin malor me dëborde të plotësuar, njësive u jepej e drejta të vepronin me shpirt sulmues duke përdorur armat dhe mjetet shpërthyese. Në kapitullin mbi hapjen e zjarrit sanksionohej hapja e zjarrit kundër civilëve dhe ushtarakëve të RPS-s që tentonin të aratiseshin në sektor toksor, lumor, liqenor dhe detar. Procedura ishte e qartë: thirrje, duar të lartë. Nëse nuk bindeshin, qitje paralajmëruese në ajër. Nëse tentativa vazhdonte, zjarr neutralizues, në pamundësi neutralizimi, asgjësim. Ky ishte mekanizmi ligjor i përdorimit të plumit ndaj qytetarit.
Forcat e kufirit ishin një nga 3 shqyllat kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme së bashku me sigurimin dhe policinë. Drejtoria e kufirit më pas komanda e forcave të kufirit organizonte batalione në çdo rreth kufitar. Çdo batalion kishte posta, çdo post kishte komandant, komisar politik, nën oficer dhe ushtar. Ushtarët nuk përzgjidheshin rastësisht. Para dërgimit në kufi bëhej një kontroll i plot biografik nga punëtorët operativ, origjina familjare, qëndrimi politik, lidhjet shoqërore. Duhej të ishin të garantuar për besnikëri ndaj partisë. Ata edukoheshin me teorinë marksiste, leniniste, me mësimet e Enver Hoxhës dhe Ramiz Alis. U injektoi narrativa e armikut të jashtëm dhe të brendshëm. Çdo aratisës paraqitej si tradhtar, çdo përpjekje për largim si akt armiqësor. Propaganda ndërtonte figura heroike të kufitarëve. Përmendeshin në raste si ai pionerit Nik Pjetër Ndreka, dekoroheshin fshatar që ndihmonin në kapjen e shkelsëve. Frika dhe vigjilenca bëheshin pjesë e jetës së përditshme në zonat kufitare. Shërbimi bëhej me patrullime në tokë, liqen dhe det, në errësirë, në dobor dhe shi. Kufiri ishte zona ku përplaseshin 2 realitete. Ai shtetit që ruante gardhin dhe ai qytetarit që kërkonte ta kalonte. Por cilat ishin aratisjet më të bujshme në kohën e diktaturës? Një nga rastet ishte ai i 1 qershorit 1947, i njohur më vonë nga filmi Dueli i heshtur. Sipas versionit të zyrtar, 3 ditarët e kapitanerisë së portit Durrës, Vlash Bushi, Xhemal Kërniqi dhe Enver Kruçi, tentuan të aratiseshin drejt Italisë me motovedetën Mujo Ulqinaku. Marinari Spiro Kote, 22 vjeç, i vrau dhe u kthye në Durrës duke shpëtuar mjetin. Ai u dekorua me urdhërin hero kombëtar. Por analiza e dokumenteve tregon boshllëqe dhe pikpyetje. Ngjarja sipas raportit ndodhi 30 milje larg në afërsi të mezokanalit. Spiro Kote nuk kishte përvojë drejtimi të motovedetës. Megjithatë, sipas versionit zyrtar, ai arriti të vriste 3 detar me përvojë dhe të kthente mjetin. Biografia e tij, e hartuar nga strukturat e partisë, nuk e paraqet si figurë të spikatur ideologjikisht para ngjarjes. Ai kishte hyrë në rinin komuniste vetëm 10 ditë para incidentit. Mungesa e hetimeve të detajuara dhe ekspertizave lë hapësirë për dyshime, por për regjimin e vërteta faktike nuk ishte thelbësore. Thelbësor ishte mesazhi. Dhe mesazhi ishte i qartë. Aratisja përfundon me vdekje, besnikëria shpërblehet me heroizëm. Një tjetër rast ishte i motrave islamit, të cilat u aratisën drejt Greqisë në fund të viteve 80. Rasti u bë i njohur sepse ishin vajza të reja dhe kalimi i kufirit u realizua në kushte ekstreme sigurie. Tentativa të tilla, sidomos nga gratë të reja, trondisnin propagandën zyrtare, që pretendonte lumturinë socialiste. Një rast tjetër ishte i ish generalit dhe figurës së lartë të regjimit Panajot Plaku, i cili u aratis në Jugosllavi në vitin 1957 pas së përplasjes me udhëheqjen e Enver Hoxhës. Ai u akuzua si tradhtar dhe u dënua në mungesë. Vdiq në rrethana të dyshimta në Beograd në vitin 1969. Ishte një nga dezertimet më të forta politike të viteve 50. Familja Fejzollari u aratis në fund të viteve 80 drejt Greqisë. Rasti u bë i bujshëm sepse ishte aratisje familjare, me fëmijë, dhe u konsiderua sfidë e hapur ndaj regjimit. Në atë kohë, ndëshkimi kolektiv ndaj të afërmve ishte praktik standarde. Havzin Ela tentoi të aratisej drejt Kosovës në vitin 1967. U kap, u dënua disa herë dhe u var publikisht në Kukës në vitin 1988. U kthye në simbol të represionit ndaj atyre që tentonin të largoheshin. 7 anëtar të familjes Popa hyn në ambasadën italiane në Tiranë në korrik të vitit 1985 dhe qëndruan mbi 4 vite derisa u lejuan të largoheshin në Itali në maj të vitit 1989. Rasti pati jehon ndërkombëtare. Griza Hoxha, pilot ushtarak, devijoi avionin dhe ul në Itali në vitin 1975. Ishte një nga rastet më të rralla të dezertimit ajror nga Shqipëria komuniste. Ndërkohë, në fund të viteve 80, ndërsa Europa lindore po përjetonte një transformim të thellë politik,
Shqipëria mbetej një nga regjimet më të mbyllura dhe më të ashpra të kontinentit. Rënja e murit të Berlinit në nëntor 1989 kishte ndryshuar arkitekturën politike të Europës. Regjimet komuniste në Poloni, Hungari, Çekoslovaki, Gjermaninë Lindore po shëmbeshin ose po reformoheshin me shpejtësi. Në Shqipëri ndryshimi ishte i ngadalt, i kontrolluar, i frenuar, por nën sipërfaqe presioni po rritej. Vitet 1988-1990 shënojnë rritje të dukshme të tentativave për aratisje. Ishte një periudhë tensionuar, informacioni depërtonte më lehtë, radio të huaja dëgjoheshin fshehurazi. Lëvizjet në vendet e tjera komuniste krijonin një ndjenjë krahasimi të pashmangshëm. Njerëzit filluan të kuptonin se izolimi shqiptar nuk ishte më i justifikueshëm as ideologjikisht as ekonomikisht. Megjithatë, mekanizmi i kufirit funksiononte si më parë. Në shkurt të vitit 1989, Simon Stefani emërohet ministri i punëve të brendshme. Ai kishte qenë antar i byros politike dhe sekretar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë. Në drejtimin e tij, drejtoria e kufirit u riorganizua dhe mori emrin Komanda e Forcave të Kufirit. Ndryshimi administrativ nuk solli zbutje, përkundrazi periudha 1989. Fillimi i viteve 1990 përkon me një vit të ashpër në trajtimin e ratisjeve. Koncepti ishte i qartë, eksodi duhej ndaluar me çdo kusht. Në korrik të vitit 1990, në kulmin e krizës politike dhe pas ngjarjeve dramatike të ambasadave në Tiranë, ministri i brendshëm bëhet e kurani i saj. Ai përballet me një realitet të ri, sistemi po humbiste kontrollin. Vrasjet në kufi tashmë nuk ishin thjesht masa disiplinore, por faktor që përkeqësonte klimën e brendshme dhe perceptimin ndërkombëtar. Megjithatë, edhe gjatë kësaj periudhe incidentet vazhduan. Një dokument i datës 1 dhjetor 1990 i kryetarit të degës së punëve të brendshme Gjirokastër, Jorgaq Mihali, i drejtuar Komandës së Forcave të Kufirit dhe Ministrisë së Brendshme, jep një pasqyrë konkrete të situatës. Gjatë periudhës janar-nëntor 1990, 158 banorë të rrethit Gjirokastër kishin kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme. 11 ushtarë të kufirit ishin aratisur, 29 persona nga rrethet të tjera kishin kaluar nga territori i këtij rrethi. Në total, 198 persona kishin arritur të largoheshin, 113 persona ishin kapur. Shifrat tregojnë një realitet që po shpërthente. Edhe vetë strukturat e kufirit po lëkundeshin në momentin kur edhe ushtarët e tyre vendosnin të largoheshin. Në një tjetër informacion të datës 12 shtator 1990, kryetari i degës së punëve të brendshme Peshkopi Enver Ademi i drejtohet sekretarit të parë të Komitetit të Partisë së Punës së Shqipërisë. Në dokument thuhet se sulmi kundër socializmit është më i egër se kur. Madje propozohet që kufiri të merret në ruajtje nga ushtria për shkak të numrit të madh të tentativave. Këto dokumente tregojnë panik institucional, regjimi e ndjente se po humbiste kontrollin. Në këtë klim ndodh një nga ngjarjet më tronditëse të vitit 1990. Më 23 gusht 1990, në postën kufitare të Rehovës, pranë kufirit me Greqinë, një grup të rinjish nga Korça dhe Erseka tentojnë të kalojnë kufirin. Shqipëria ndodhi në një moment kritik. Ngjarjet e ambasadave kishin ndodhur në korrik. Ishte krijuar ndjesia se sistemi po ndryshonte, por kufiri ishte ende në rregullore në zjarrit. Një siti kufitar hapi zjarr ndaj grupit. U vran Petrit Ajdini, Artur Kërcelli, Niko Joti, Safet Rapo. Ndërkohë, Avni Rumi, 27 vjeç, u arrestua dhe u dënua me 4 vite burg. Vetëm pandush Thanas Nica arriti të aratiset. Trupat e të rinjve në një rast të rrallë ju kthyen familjeve. Varimi 2 prej tyre në Korçë u kthye në demonstratë të fuqishme antikomuniste. Autoritetet reaguan me arrestimin e 12 personave që morën pjesë ose shprehen publikisht revolt. Më 8 maj 1990, kur kalimi i kufirit pushtoi se qeni tradhti, ndryshimi juridik erdhi si pranimi i heshtur i një dështimi të madh historik. Një shtet që për 45 vite kishte përdorur ligjin dhe armën për të mbajtur brenda qytetarët e vet, u detyrua të heqë dorë. Por akti ligjor nuk fshiu të kaluarën. Kufiri asaj kohe mbetet një nga treguesit më të qartë të natyrës së sistemit komunist shqiptar. Një sistem që nuk lejonte zgjedhje, një sistem që barazonte lirinë e lëvizjes me tradhtinë, një sistem
që përdori plumbin për të ruajtur izolimin.